Shqipëria do të përballet me Serbinë në 7 qershor në orën 20:45 në ndeshjen e vlefshme për grupin K në kualifikueset e botrorit 2026. UEFA ka zyrtarizuar stadiumin Arena Kombëtare për këtë duel që pritet të jetë shumë i luftuar. Por, ditën e djeshme gazetari Panorama Sport Kristi Seafari përmes një postimi në profilin e tij në Twitter shkruan se me korridorit të FSHF-s flitet se ekziston mundësia që ndeshja Shqipëri-Serbi për arsye sigurie të spostohet për të luajtur në Elbasan Arena. Pritet të shohim në vijim se çfarë do të ndodhë nëse dueli do të spostohet në Elbasan ose do të luhet në kryeqytet. Rikujtojmë që kombëtarja Kuqesie e drejtuar nga Silvinho ndodhet në vendin e dytë me 3 pikë pasi u poshtë në ndeshjen e parë nga Ankia në Wembley dhe e fitoi në Arenën Kombëtare kundër Andorës me rezultatin 3-0.